Nëse nuk pendohet njeriu në Ramazan, kur do të pendohet? Nëse nuk kthehet në muajin e faljes e të mëshirës, kur do të kthehet? Nëse nuk pendohet në muajin kur shejtanët janë të lidhur, kur do të pendohet? Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar xhamatllin, muaji Ramazanit është muaji më i volitshëm për të u penduar. Muaji Ramazanit është muaji më i përshtatshëm për të u kthyer në rrugën e Allahut xhelle xhelalu. Muaji Ramazanit është muaji i mëshirës, është muaji i faljes së mëkateve, është muaji i shpëtimit nga zjarri i xhehenemit, është muaji i fitores me hyrje në xhennetet e Allahut. I mençur është ai i cili nuk e humb këtë mundësi. I mençur është ai që shfrytëzon këtë rast dhe këtë muaj për të u kthyer sinqerisht ka Allahu Azza wa Jall. Nëse nuk pendohet njeriu në Ramazan, kur do të pendohet? Nëse nuk kthehet në muajin e faljes e të mëshirës, kur do të kthehet? Nëse nuk pendohet në muajin kur shejtanët janë të lidhur, kur do të pendohet? Ka dështuar dhe ka humbur shumë ai njeri që e ka arritur Ramazanin e nuk janë falur mëkatet. Kështu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka dështuar dhe ka humbur shumë ai njeri që ka arritur Ramazanin dhe ka dalë Ramazani e ati nuk janë falur gjunahet. E dim shumë mirë se pendimi i sinqert i shlyn mëkatet dhe gjunahet e kaluara. Pse nuk pendohet njeriu kur e di dhe e pranon se ka gabuar? Pse nuk pendohet njeriu kur e di se nëse vdes i papenduar dënohet ashpër? Pse nuk pendohet njeriu kur Allahu, Zoti i tij, ua ka shtrir dorën dhe e pret që ai të pendohet? Allahu xhelle xhelaluhu thot: O robrit e mi, o ju që keni bërë mëkate ditën dhe natën, ndërsa unë i fali të gjitha mëkatet, kërkoni falje prej meje që unë t'ju fal juve. Thirrje prej Allahut xhelle xhelaluhu: O robrit e mi, o njerëz, ju që bani gjunahe mëkate ditën dhe natën, unë jam ai i cili fal mëkate. Kërkoni falje prej meje që t'ju fal juve. Mëshira, rahmeti i Allahut është i madh. Mëshira e Allahut është e gjerë. Allahu ua ka lënë derën e pendimit hapur edhe hipokritëve, munafikëve, që konsiderohen njerëzit më të pështirë në fytyrën e tokës. Edhe atyre Allahu Azza wa Jall ua ka lënë mundësinë që të kthehen në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Ai thot, Allahu pra xhelle xhelalu, hipokritët do të jenë në thellësinë më të madhe të xhehenemit. Hipokritët nëse nuk pendohen, munafikët nëse nuk pendohen, do të jenë në fund të xhehenemit. Por ata që pendohen, ata që përmirësohen, ata që mbështeten fort tek Allahu dhe janë të sinqert në besimin e tyre, ata konsiderohen besimtar të vërtet. Allahu do të i shpërblej ata. Pra, ata të cilët kthehen, përmirësohen,
e bëjnë besimin e fortë, Allahu Azza wa Jall do t'i shpërblej ata sikur besimtarët tjerë. Edhe mushrikëve, politeistëve, Allahu nuk u mbylli derën e pendimit. Ai thot, e nëse ata pendohen, është fjala për mushrikët, e falin namazin dhe japin zeqatin, atëherë ata janë vëllezërit tuaj, ata janë bërë sikur ju. Allahu i thret edhe ata që kanë tepruar në gjunahe. Ka njerëz që nuk kanë lënë mëkat dhe gjunah pa e bërë, dhe e kanë tepruar dhe kanë kaluar çdo kufi. Allahu Azza wa Jall edhe atyre ju drejtohet e ju thot, o robrit e mi, ju që keni tepruar me gjunahe, ju që i keni bërë keq vetës tuaj, ju që keni ngarkuar veten tuaj me gjunahe të mëdha, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Allahu i fal të gjitha gjunahet, ai është falësi më i madh dhe mëshirëplot. Allahu i madhëruar u bën thirrje edhe besimtarëve që të pendohen, të gjithëve, pa përjashtim. Allahu i thërret besimtarët për t'ja u falur mëkatet, sepse çdo njeri është mëkatar, edhe për të ngritur më shumë tek ai, për të afruar edhe më shumë tek ai. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot, o ju që keni besuar, kthehuni tek Allahu, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert, që Zoti juaj t'ju fal juve mëkatet dhe t'ju bëj banor të xheneteve në për të cilat rrjedhin lumenj. Pra, çdo njeri e ka mundësinë të hyjë në Islam, pa përjashtim. Po edhe besimtari që është në Islam e ka mundësinë të afrohet edhe më shumë mëshirës së Allahut Gjelle Gjelaluhu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka mësuar dhe na ka thënë se muaji i Ramazanit është muaji i faljes dhe i amnistisë. Njerëz që emrat e tyre kanë qenë të shkruar në listat e banorëve të zjarrit, Allahu Gjelle Gjelaluhu në netët e Ramazanit u ashlyen emrat nga ato lista dhe u ashënon në listat e xhenetlive, por kjo ndodh pasi që ata të pendohen, pasi që ata të kthehen sinqerisht në rrugën e Allahut Gjelle Gjelalu. Allahu na falt, Allahu na mëshiroft, Allahu na mundsoft të pendohemi sinqerisht, Allahu na bëf prej banorëve të xhenetit Firdaus. Ya Rabbal Alamin, aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum.